Apollonia bën një hap fals në shtëpi, teksa në Loni Pamuçiu barazon me Shkumbinin 1-1. Peqinasit kalojnë parë në avantazh me Mustafaj në minutën e 17, ndërsa Firakët barazojnë me kapitenin Gërxho 11 minuta nga fundi. Shkumbini kënaqet me këtë pikë pasi është komod në kuotën e 20 pikëve në vendin e 8, ndërsa Apollonia po i ofron gjithmonë më shumë rënjes. Firakët janë të parafundit me vetëm 10 pikë. Të shtunën kategoria superiore ka zhvilluar 2 sfidat e para të javës së 15 në prefekturën e Fierit. Bylisi ka fituar me poker golesh ndaj Laçit në Dushmuça. Vendasit e Shensojt kalojnë shumë shpejt në avantazh. Milenkovic shënon në portën e Vashakut një autogol race dhe vendasit pas 11 minutash lojë marrin avantazhin. Kurbinasit ishin shumë të lehtë për vendasit që kishin uri për pikë dhe për fitore përpara publikut të tyre. Agim Meto lëshon një silur në minutën e 28 duke shnuar golin e dytë, ndërsa Abazaj vulosi fitoren 3-0. Bylisi vazhdon ngjitje në klasifikim duke mbajtur vendin e 6 me 22 pikë, ndërsa Laçi mbetet në kuotën e 14 pikëve, i rrezikuar për rënje një kategori më poshtë. Flamurtari humb shansin e artë për të futur seriozisht në vallen e titullit. Në Vlorë djemtë e Muçës nuk shkojnë më shumë se një barazim 1-1 ndaj Teutës kryesuese. Një ndeshje shumë pritur në një atmosferë të zjarrtë, një pjesë e parë jo shumë e bukur për t'u parë me duelet forte dhe vendosje taktike. Është parë një Teutë mirë vendosur dhe në formë të mirë. Pjesa e dytë është ajo që dhuron emocionet. An Sinika me golin e tij në minutën e 50 bën që të hesh stadiumi i Flamurtari dhe të shpërthejnë tifozët dursak. Teuta merr kryesimin ndërsa Flamurtari nuk dorëzohet. 15 minuta më pas nga zhvillimet e një goditje këndi, Pero Pejic me kokën poshtë Rizvanin për të barazuar rezultatin. Ky gol të rikthen në memori atë gol të Muntarit jo të akorduar në Serie A, por këtu ansori jon është më i mirë se Romagnoli dhe goli është i rregullt. Deri në fund vlonjatët do të tentojnë gjithçka, por rezultati nuk do të ndryshojë. Përfundon 1-1, hap falsi Flamurtarit, por edhe Teuta nuk mund të festojë. Dursakët humbasin kryesimin të cilin e merr Tirana edhe pse me pikë të barabarta. Flamurtari mbetet 7 pikë larg Kreut dhe titullit mund të ketë lam të mirë, edhe pse gjatë 11 javëve të mbetura mund të ndodhë gjithçka. Edhe Skënderbeu mund të buzëqesh këtë javë. Në Peqin kampionët në fuqi likuidojnë Dinamon 2-0 dhe hedhin kandidaturën më të fortë për të mbrojtur titullin. Kryeqytetasit i kanë poshtur një ish, Gjergj Muzaka, që ka shnuar dopjet në minutat 39 dhe 75. Tashmë djemtë e Levit janë vetëm një pikë larg Kreut. Tirana, Teuta dhe Skënderbeu do të jetë një supergar për titullin kampion. Vllaznia ndonse luante në një stadium të boshatisur pasi ishte dënuar nga Komisioni i Disiplinës me një ndeshje pa tifoz. Nuk e ka pasur të vështirë të shkatërrojë debutuesit e Kamzës me rezultatin 4-0. Kjo është fitoria me thellë sezonale për shkodranët e trajnerit Rudi Vata, fitore e cila mund të japë më shumë besim skuadrës që çuditërisht ndodhet në një pozicion që nuk i shkon për shtat traditës së Vllaznisë. Golin e parë për Vllaznin e ka shnuar përforcimi Mercatos dimërore Jablan në minutën e 32. Në minutën e 41 është Hajdari që ndëshkon për herë të dytë Kamzalin të trajnerit italian De Vekis dhe 2-0 mbyllet pjesa e parë për vendasit. Edhe në pjesën e dytë vjen një njëra simfoni ku shkodranët me lojtarë të rinj të cilëve trajneri Vata u ka dhënë besimin, kanë arritur të thellojnë fitoren e pjesës së parë. Në minutën e 64, Olsi Goca i shënon golin e tretë për Vllaznin nga pika e bardhë e penaltisë. 7 minuta më vonë është radha e sulmuesit të ri Jurgen Gjini për të shënuar dhe për të vendosur rezultatin 4-0 për Vllaznin. Më mirë se kaq nuk kishte ku të shkonte për shkodranët, ndërsa Kamzalint me këtë humbje të thellë kanë vënë shumë pikpyetje për të ardhmen e tyre. Rezultati ishte i pranueshëm, por nuk ishte një ndeshje e lehtë. Ishte një ndeshje që kërkonte nerva të forta, ishte një ndeshje që kërkonte impenjim maksimal. Sigurisht që lojtarët punuan mirë në gjitha zbatimet e detyrave taktike dhe ndeshja u fitu fal edhe kualiteteve që skuadrës tani po i dalin pak. Për herë të parë këtë sezon, Tirana e Rubios merr kreun e klasifikimit kategorisë superiore. Bardhë dhe blut ndaj Kastriotit ishin praktikisht pa mbrojtje për shkak pezullimesh e dëmtimesh, por kanë mundur të sigurojnë 3 pikshin që Mustafa. Fitoren 24 kampionëve të Shqipërisë, ua ka dhënë një super gol i Gilman Likës 1 minutë nga fundi pjesës së parë.
Në pjesën e dytë nuk ndodhi asgjë që do t'i shërbente ndryshimit të rezultatit dhe Tirana merr fitoren 1-0 ndaj Kastriotit dhe kreun e klasifikimit. Më mirë se kaq për Bardë Blut nuk mund të shkonte përveç Tiranës. Tomori mundi Pogradeci me rezultatin 4-1 në takimin që mbylli edhe javën e 15 të kategorisë superiore. Një fitore tepër e rëndësishme për Beratasit që tashmë barazohen me Pogradecin, Laçin dhe Kamzën në kuotën e 14 pikëve në luftën për një vend në Super League sezonin e ardhshëm. Të zotët e shtëpisë gjetën golin në minutën e 35 me Endri Bakiun, ndërsa 3 minuta nga fundi pjesës parë kapiteni Klodian Arbri dyfishoi rezultatin. Në pjesën e dytë tash të quajturit liqenorët ngushtuan diferencën me Jahaj në minutën e 53 me këtë të fundit që realizoi nga pika e bardhë e penaltisë. Pavarësisht golit pësuar, vendasit rritën presionin drejt portës kundërshtare duke realizuar edhe 2 golet të tjerë. Në minutën e 63 Arbri shënoi golin e tretë për skuadrën dhe të dytin personal, ndërsa në minutën e 77 Mile vulosi rezultatin përfundimtar 4-1. Në renditjen e përgjithshme Tomori parakalon Pogradecin për shkak të golavarazhit më të mirë.